Kjo është arsyeja pse ju shfaqen njollat e bardha të thonjtë. Shpesh ju shfaqen njollat të bardha të thonjtë tuaj dhe nuk jeni të sigurt pse ato shfaqen. Ka disa arsye pse shfaqen këto njolla, por në shumicën e rasteve arsyet janë të padëmshme. Tradicionalisht besohet se njollat e bardha të thonjve tregojnë mungesën e kalciumit dhe këshillohet të pini më shumë qumësht. Në shumicën e rasteve njollat e bardha në gosht të njohura shkencërisht si leukocina me njolla nuk janë asgjë e tmerrshme, ato zakonisht shfaqen thjesht sepse keni pasur një traumë të thonjve. Në rastet më të këqija, njollat e bardha mund të zbulojnë në shenja të malarjes, sëmundjeve të anemisë dhe qelizave të ndryshme të dobta. Sidoqoftë, këto janë dëkuri jashtëzakonisht të rralla dhe nuk duhet të jenë shqetësim. Megjithatë, nëse i vëreni me shenja të çuditshme njollat në thonjtë tuaj, atëherë konsultohuni me një mjek specialist për të evituar çdo dyshim të mundshëm, i cili mund të lidhet edhe me shëndetin tuaj të përgjithshëm.